Kryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së, Hysni Gucati, ka deklaruar se do të marrë pjesë në protestën e 17 shkurtit në mbështetje të ish-krerëve të ushtrisë së çmimtar të Kosovës që po mbahen të paraburgosur në Hag, raporton Kosova Press. Kjo pyetje ma bëna pak si me spec si po thonë këta, po çu s'marr pjesë bre, unë edhe gjithë shok, na morëm pjesë në protestë. Po na nuk kemi qenë organizativ, kemi thonë me kohë, arsyet dijen pak a shumë, na nuk kemi qenë organizativ, protestë, do të marrim pjesë pas sa vet ku vuj burgin ato. Edhe pse që kam shok, ti kemi një që kanë njëftu. Gucati beson fuqishëm se ish-krerët e UÇK-s do të dalin të pafajshëm dhe se drejtësia do të jetë e mirëfillt. Unë besoj me 16 dhe me 17 do të jemi në xhavit jashore fatlishuar në Hag. Do të ndëgjojmë 4 bashkëfetarët tonë, presidentin dhe të tjerët, besoj se do të jemi atje nëse na lejohet, i kemi bërë kërkesat para 2 ditë, besoj se do të na lejohet marrë pjesë. Unë besoj dhe duhet besoj fuqishëm, ata do dalin pafajshëm. S'besoj se drejtësia do të jetë drejtësi politike apo selektive, do të jetë një drejtësi mirëfillt evropiane. Këto komente ai bëri pas homazheve në kompleksin memorial Adem Jashari në Përkas me rastin e 28 dhjetorit të sulmit të dytë ndaj familjes Jashari nga forcat serbe. Me 17 të shkurtë të 2026, platforma Liria ka emër, ka organizuar protestë në mbështetje të ish-krerëve të ushtrisë së çmimtar të Kosovës që do të mbahet në Prishtinë.